Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas ngjarjeve të zhvilluara gjatë protestës para kuvendit duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të gjithë qytetarëve të ndaluar nga policia. Sipas tij, personat e shoqëruar janë protestues paqësor që kanë ushtruar një të drejtë të garantuar nga kushtetuta dhe aktet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Berisha ka dënuar ashpër për mënyrën e ndërhyrjes forcave të rendit duke e cilësuar atë si të tepruar dhe të dhunshme. Me dhjetra protestues u morën forcërisht dhe me dhunë për të transferuar në qelit e komisariateve. Edhe njëherë, kërkojmë lirimin e menjëhershëm të gjithë të ndaluarve protestues paqësor që po protestonin në përputhje me të drejtën e tyre kushtetuese dhe Konventin Evropiane të Drejtave të Njeriut. Berisha ka akuzuar drejtuesit e qeverisë për urdhërim të veprimeve të forta ndaj protestuesve, përfshirë përdorimin e gazit lotësjedhës dhe mjeteve të tjera për shpërndarjen e turmës, duke pretenduar se janë përdorur edhe lënë të skaduara dhe pajisje speciale. Partia Demokratike ndoqi sot me shqetësimin më të madh skenat e dhunës shtazore të urdhëruar nga Edi Rama dhe Tauland Balla ndaj protestuesve paqësor që kishin rrethuar parlamentin. Me urdhër të Edi Ramës, sot narkopolicia përdori lëndë toksike, gaz lotësjedhës të skaduar, përdori spraj ariu, lëndë piroteknike, topat e ujit, zvarritjen, përgjakjen e protestuesve paqësor me një gërsi të papërmbajtur. Ndërkohë, protesta para institucioneve shtetërore vijon prej 33 ditësh me kërkesa për ndryshim politik dhe largim të klasës aktuale drejtuese. Ajo që nisi si një lëvizje me fokus mjedisor sipas zhvillimeve të fundit është zgjeruar duke marrë një dimension më të theksuar social dhe politik me pjesëmarrje të shtuar dhe tensione në rritje në disa prej tubimeve.